Kur dashuria fal dhe shëron. Erisa dhe Arlindi ishin të martuar prej 2 vitesh. Dashuria e tyre kishte nisur si një përrall, me ëndra të mëdha dhe premtime të sinqerta, por jeta shpesh është më ashpër se sa duket në fillim. Pa paralajmërim, ajo mori një kthes të dhimbshme. Arlindi e tralltoi. Kur Erisa mori vesh të vërtetën, bota e saj u shëm. Besimi që ishte themelet të lidhjes së tyre u thyet copë grim. Ajo nuk bërtiti, nuk u hakmor. Me zemrën e thyrë dhe lotët që nuk ndaleshin, ajo u largua. E ndinte që nuk do të jetonte në hijet e tradhtisë. Kaluan muaj, Erisa filloi të rindërtoi jetën e saj ngadalë, por me forcë. U mbështet te miqt, libri dhe qetësia që gjente në natyrë. Ndërkohë Arlindi po përballej me një betejë të re të diagnostikuar me kancer. Kur Erisa mori vesh lajmin, diçka brenda saj u droll. Semërimi që dikur e kishte mbajtur në këmbë u zëvendësua me një ndjenjë më të thellë, dëmshuri. E vizitoi. Fillimisht thjesht për të parë nga larg nëse ishte e vërtetë, por ai ishte i vetëm, i thyer dhe më shumë se kur kishte nevojë për dikë që njihte shpirtin e tij. Ditët u kthyen në javë dhe javët në muaj. Erisa qëndroi pranë tij. Nuk kishte fjalë për ta përshkruar atë që ndodhte mes tyre. Ishte përtej pëndesës dhe faljes, ishte shërim. Një natë Arlindi i bindur se ditët e tij po shkonin drejt fundit, i kërkoi falje. I sinqert, i dobët, por me sy plot keqardhje dhe dashuri. Të lëndova, dhe çdo ditë që nga ajo kohë më ka dhëmbur. Më shumë se që mund ta mendosh, të lutem, më fal. Erisa e pa drejt në sy, lotët nuk i ndali dot, por këtë herë nuk ishin nga dhimbja. Të kam falur qysh kur vendosa të qëndroj afër. Dashuria vërtet nuk zhduket, ajo transformohet. Si me mrekulli, gjendja e Arlindit nisi të përmirësohej. Mjekët nuk kishin shpjegim, por ndoshta shërimi nuk vinte vetëm nga ilaçet, por nga pranimi, dashuria dhe falja që e rrethonte. Sot, Erisa dhe Arlindi jetojnë një jetë të thjeshtë por të mbushur me kuptim. Ata ndërtuan një familje të re, këtë herë mbi themelet e së vërtetës dhe dashurisë që nuk dorëzohet, edhe kur plagët janë të thella.